Buda, vitet 563-483 para erëson. Buda, emri i vërtetit të cilit është budizmi, një nga fetë më të përhapura në botë. Siddhartha ishte djali i mbretit me qendër në Kapilavastu, qytet në verilindje të Indis, në kufi me Nepalin. Vetë Siddhartha, nga gjinia e Gautamës dhe fisi Sakya, mendohet se është lindur në vitin 563 në Lumbini, në kufi të tanishëm të Nepalit. Në moshën 16 vjeçare u martua me një bashkëmoshatare që ishte kushërira e tij. I rritur në një pallat mbretëror, ai gëzonte të gjitha lukset dhe të mirat materiale të pallatit. Megjithatë, ishte mjaft i pakënaqur pasi shumica e njerëzve vuanin nga varfëria. Ai kishte bërë në re se shpesh dhe të pasurit ishin të pakënaqur nga jeta se dhe ata do të vdisnin. Në një farë mënyre, të gjithë ishin përfshirë dhe nga sëmundje të ndryshme që i shpinin drejt vdekjes së sigurt. Në jetë sigurisht ka diçka më tepër se kënaqësitë e përkohshme që vuajtjet dhe vdekjet i shuajnë shumë shpejt, mendonte Siddhartha. Në moshën 21 vjeçare, menjëherë pasi i lindi djali i parë, Gautama, vendosi të tërhiqej nga jeta e përditshme e oborrit dhe t'i kushtoi tërësisht kërkimit të së vërtetës. La pallatin, gruan, djalin e vogël dhe të gjitha të mirat materiale dhe filloi të bëjë ndacak, pa një grosh në xhep. Për një kohë, ai kishte marrë mësim nga mësues shumë të dëgjuar brahman, por kishte mbetur i pakënaqur nga zgjidhjet që u jepnin ata vuajtjeve njerëzore. Atëherë ai kishte arritur në përfundimin se asketizmi i plot ishte e vetmja rrugë drejt urtësisë së vërtetë. Ndaj, u bë asket, duke kaluar për disa vite me radhë një jetë tmerrsisht të mundimshme. Por më së fundi e kuptoi se trupi i munduar e mugëllonte mendjen, nuk e drejtonte drejt urtësisë. Kjo e detyroi që ta linte jetën e asketit dhe të fillonte të hante përsëri. Në vetmi filloi të merret fuqimisht me problemet e ndjenjave njerëzore. Teksa rinte një mbrëmje, në një fik të madh papritur, i tërë mozaiku i mendimeve të tij u sistemua. Tërë natën Siddhartha e kaloi në mendime të thella. Të nesërme në mëngjes kishte arritur në bindjen e plotë se ai ishte Buda, që do të thotë shenjtor. Kjo i ndodhi kur ishte 35 vjeç. Në 45 vitet e mbetura nga jeta, ai era kryqëtërthori i Indisë Veriore, duke predikuar doktrinën e tij të re. Kur vdiq në vitin 483 para erëson, numri i thtarëve të tij kishte arritur në mijëra. Edhe pse predikimet e tij nuk ishin të shkruara, ato u trashëguan gojarisht brez pas brezi. Mesazhet bazë të Budës shkurtimisht mund të shprehen përmes 4 të vërtetave fisnike, siç i quajnë budistët. Së pari, jeta njerëzore në parim është e pakënaqshme, e pafat. Së dyti, shkaku për këtë pakënaqësi është egoizmi njerëzor dhe pangopsia. Së treti, egoizmi dhe pangopsia çdo njeriu merr fund kur gjithë dëshirat dhe synimet e tij zhduken. Kjo quhet nirvana shuarje. Së katërti, mënyra më e mirë për t'u larguar nga egoizmi dhe pangopsia është rruga e oktapodit, të këmshit. Vëzhgime të drejtë për drejta, mendime të drejta, fjale drejt, veprimtari të drejta, ushqimi i rregullt, përpjekje të drejta, shqetësimi i rregullt dhe ëndërrime të drejta. Mund të themi që budizmi është i hapur për të gjithë, pavarësisht nga raca. Në ndryshim nga hinduizmi, ai nuk njeh dallimet midis kastave. Pas vdekjes së Gautamës, feja e budizmit u përhap shumë. Në shekullin e 3 para erëson,
Perandori I famshëm indian Ashoka e pranoi fenë e budizmit, gjë që solli përhapjen dhe ndikimin e madh të saj në Indi dhe vendet fqinje. Në jug budizmi u përhap në Ceylon, Sri Lanka, ndërsa në lindje në Burma, Myanmar, që andej hyri në gjithë Azinë juglindore, arriti në Malajzi e deri në Indonezinë e sotme. Në veri, mori rrugën deri në Tibet dhe në veri perëndim deri në Afganistan dhe Azinë e mesme. Arriti në Kinë, ku përfshin shumë udhëtar dhe që andej hyri në Kore dhe Japoni. Në Indi gjatë të 500 viteve ndikimi I fesë budiste filloi të binte ndërsa në vitin 1200 pothuajse u shua. Nga ana tjetër, në Kinë dhe Japoni, kjo ka mbetur si një nga fetë bazë, ndërsa në Tibet dhe në Azinë juglindore, ajo është feja kryesore gjatë shumë shekujve. Doktrina e budizmit tashmë mezi ka mbetur si gjurmë, udhëtarët e saj janë të shpërndarë në sekte të ndryshme. Dy drejtimet kryesore të budizmit janë Hinayana, që mbizotëroi në Azinë jugore, ndërsa shkencëtarët perëndimor këtë drejtim e vlerësojnë si më afër mësimeve të para të Budës, dhe Mahayana, që mbizotëroi në Tibet, Kinë dhe Azinë Veriore. Si krijuesi një feje nga më të përhapurat në botë, Buda meriton dukshëm një nga vendet e para në libër. Duke qenë se në botë ka mbi 200 milion budist në krahasim me mbi 500 milion musliman dhe rreth 1 miliard të krishterë, është e qartë se Buda ka patur ndikimin e vet në më pak njerëz se Muhamedi dhe Jezusi. Megjithatë, ndryshimi në rënje të numrit të udhëtarëve të budizmit është shfaqja e hinduizmit në Indi, që ka pranuar shumë ide dhe parime të budizmit. Veç kësaj, në Kinë ka shumë njerëz që nuk e quajnë veten budist, por janë në ndikim të fuqishëm të kësaj filozofie. Budizmi përmban një element të fuqishëm paqësjellës në një masë shumë të madhe se kristianizmi dhe islamizmi. Orientimi drejt mos përdorimit të forcës ka luajtur rol të madh në historinë politike të vendeve budiste. Shpesh thuhet, në qoftë se Krishti do të kthehet në tokë, do të mbetet I befasuar për shumë ngjarje që kanë ndodhur në emrin e tij dhe I dëshpëruar nga betejat gjakderdhëse midis sekteve të ndryshme që quheshin trashëgimtar të tij. Gjithashtu dhe Buda do të mbetej I befasuar nga doktrinat e shumta që kanë pretenduar se kanë qenë budiste. Por në qoftë se ekzistojnë sekte budiste dhe midis tyre ka ndryshime të mëdha, në historinë njerëzore nuk ka asnjë ngjarje që të renditet në përgjithësi me luftrat gjakatare që kanë ndodhur në Evropën kristiane. Së paku në këtë aspekt, filozofia budiste ka patur ndikim shumë të madh tek udhëtarët e vet se kristianizmi të vetët. Buda dhe Konfuci kanë patur një ndikim të përafërt lidhur me botën. Të dy pak a shumë kanë jetuar në një kohë dhe ndryshimi I numrit të udhëtarëve të tyre nuk është I madh. Vendosa që Budën ta vë përpara Konfucit për dy arsye. Së pari, futja e komunizmit në Kinë e dobësoi dukshëm ndikimin konfucian. Së dyti, mospërhapja e gjerë e konfucizmit jashtë Kinës tregon se idetë e tij u përgjigjen më mirë vetëm mentalitetit të pastër kinez. Nga ana tjetër, doktrina e budizmit nuk është paraqitja vetëm e filozofisë së vjetër indiane, por fal pikpamjeve të Budës dhe mësimeve të tij, budizmi u përhap larg në anën tjetër të kufive të Indisë.